ishte lehtë punën, sepse siç e pe unë jam shumë spiritually awakened. Domethënë jam shumë e zgjuar spiritualisht edhe i kam parë arkanat e mia, kështu që më surprizon. Nuk e di nëse do më surprizosh. Do mundohem, përdisa ke pa kaq shumë akses, kam që të them unë më, po? Ja. Do ta themi ne që do ta gjejmë aty ne. Ma bëj pyetjen specifike, bëj një pyetje që se gjen këtë chartet. A do kem unë një beb në 2026 me që do Gjesi këtë pyetje? Po të nxjerr vetëm një pose jo, nuk po. Po, vetëm kaq, një pose jo. Jo, nuk do kesh kohë që të bësh një beb. Në 2026. Ma do kesh kohë as flesh gjumë 2026. Jo, si dhe kjo është energjia që unë dua për veten time në 2026. Nuk dua të kem kohë të pushoj se dua të bëj lek. Pretty much kjo më... Money must be funny in a rich man's world. Karriera. Okay. Si do jetë karriera ime në 2026? Projektet që kam në plan, a do jenë suksesshme? Okej, pra pyetja është për këto projektet specifikisht. Këto projektet specifikisht që unë kam në Kjo mendje. që nga një pyetje specifike. Pa. Shof pëllumba. Doli dhe doli. Dhe fluturoj. Doli në grup. Okej, troki 3 herë. Okej. Sfida jote më e madhe me këto projektet që ti ke është Nine of Cups in reverse, që ti të për shembull të rikthesh atë lumturinë fillestare që kishe kur po i projektoje, sepse momentalisht po thua a ja vlen, a nuk e vlen, a ta bëj këtë gjë, a mos ta bëj këtë gjë, ose ti çfarë projekte ke, po je shumë në dyshim të projekteve të tua dhe shumë dyshim të lumturisë të korrësh nga këto projekte. Kështu që pash i vit të bardhë më zemra ime, ç'a do të thënë kjo që unë do? Që ti do kesh ca turbulenca rrugës, do kesh edhe ca pengesa rrugës për këto projektet, por që mendoj që doja dalësh, kështu që futemi ke leximin që ta shohësh se mendoj. Okej. Ke Nine of Wands, Eight of Wands. Je shumë rezistente, however. Nuk e shoh, domethënë, e them, sado që ndoshta mundesh pendu deri diku se nuk e di pse po më vjen kë pendesa, që je like fuck, thash po, e ke parasysh. Je shumë rezistente, je shumë resilient, edhe të shoh që me vërtet thjesht ke nevojë për komunikim tash. Ndoshta ta shprehësh me dikë këtë frustrimin që ke, ose ndoshta do të vi komunikim, pra do të vi një sebeb i mirë kur i thonë, e ke parasysh. Kështu që do të vi një arsye më shumë që ti prap të rimotivosh edhe të rikthesh, sepse ke magician këtu. Magician është që nga fjala magician, e bën shift realitetin, e kthen realitetin në funksion të vet, e bën bend energjinë ashtu si të funksionon. Kështu që ti e ke këtë energy already. Somebody's a little heartbroken për momentin. Unë? Ose je kështu nostalgic, ndoshta po kujton një kohë kur gjërat ishin më të thjeshta. Nostalgjike po, se heartbroken. Domethënë je shumë nostalgjike në aspektin që po kujtohesh që ndoshta bari me vërtet ka qenë më jeshil më përpara, ke parasysh. Kjo jam unë. 24/7. Jo, 2 muajt e fundit jam vërtet kështu. Nuk e di, jam shumë nostalgjike. Unë mendoj që nëse vdes një ditë do vdes nga nostalgjia si jeri. Është gjë gafore. Nëse vdes një ditë. Gjërat nuk bëjnë sens, ti thua, dita asgjë do bëj sens atëherë dhe i rikthesh. Është vërtet. Kështu nga mbrapa. Jo, projektin në tërësi unë shoh që ju pushtur, pa do arrish ato që ti ke në mendje, vetëm duhet të përgatitesh sepse pse po del kjo, se ti mund të thosh për shkak që okay, do të shkoj mirë, po pse po ndalin gjithë këto gjëra negative, sepse për një bota ime brendshme është trazuar. Shkop kthehet furgoni. E ke parasysh, domethënë një kështu kthesë të gabuar të madh, çdo gjë mund të largohet, para asnjë gjë s'është e sigurt. Universi po ta rikujton këtë. Që asnjë gjë nuk është e sigurt, dhe ti nuk e ke mbaruar këtë gjë. Kështu që don't act sikur e ke mbaruar këtë gjë. Is what I'm hearing intuitively. Ose mos i lejo tjerët që po merren me këtë gjë. Ndoshta if you are help, pra, dhe dikush po thotë sot nesër pas nesër. Ti e përgjegjëse që ta kapësh për bluzë dhe thosh ja. Ke parasysh, shoh një introspektiv shumë brendshëm dhe të shoh pak durim, duhet të kesh shumë durim. Kjo më karakterizon shumë mua si njeri në fakt. Durimi është pika ime fort. Jeta ime dashurore në 2026. Je shumë i sinqert, domethënë dua të di çdo gjë. Super. Through friendships, Three of Pentacles flet për collaboration, flet për njohje me njerëz, kontakti njerëzor, kjo kalimi eksperiencave, pra tregimi eksperiencave, ndoshta persona që mund të kenë kaluar të njëjtat gjëra si ty, ose thjesht ti të hapesh dhe ti je më vulnerabël. Domethënë të kuptosh që marrëdhëniet janë më shumë se sa thjesht romantike, po janë edhe shoqërore, dhe kështu dhe se diçka shkon gabim, sepse unë shoh këtë ke ti. Me the moon in reverse, shoh që në momentin që diçka efektohet në marrëdhënie midis teje dhe dikujt tjetër, qoftë ky shok, familja, apo kështu, influencon çdo person tjetër. Pra në sytë tu çdo person tjetër kthehet si ai person që ti
Ke kështu, je shumë emocionale. Shumë cancer of me. Je shumë cancer, je shumë intelektuale për sa i këtë emocioneve tuaja, dhe kjo gjë bën të overthink. Ky është problemi im, që unë jam shumë aware ndaj emocioneve të mia, domethënë jam shumë e vetëdijshme mbi emocionet dhe ndjesitë e mia dhe kjo gjë është shumë problem. Këtë që kemi tani na e shifi çikë valla. Model që ke këtë pra The Star edhe Eight of Pentacles është një periudhë që ti po punon për vete dhe energjia jote nuk është e direktuar kundrejt personave të tjerë. Nëse ti e duke u marrë me dikë, energjia jote është shumë e përqendruar ke vetja. Dhe nëse ky është pra you're dating someone apo jo? Not only dating. You're together with this person. Yeah. Kam dikë. Ke dikën jetën tënde momentalisht. Që do ta kem për shumë gjatë për gjithë jetën, domethënë, prandaj është. That's very cute. Për këtë personin e ri mendoj që është kjo, duhet të socializoheni më shpesh, në sensin që dilni më shpesh, të kërni aktivitete që janë gjithë përfshirëse dhe të shihni edhe se si reagon njëri tjetri në publik, domethënë how does this person own up to you? Si të prezanton ky person këtë që pra dilni çik nga puna dhe nga rutina. Jo vetëm nga rutina, nuk ka të bëjë rutina, ka të bëjë që ju duhen eksperienca të reja dhe ju duhen eksperienca që janë më meaningful se sa cute dates edhe dressing nice, duhet të jenë më reale gjërat dhe mendoj që kjo është shumë e mundur. Po vetëm se ti duhet të ulesh pak në piedestali altë si princeshë dhe të thuash, okay, edhe un kam hallet e mia, okay, nuk jam as perfekte sa të them. Lerta. Okay, ndoshta un kam nevojë për ty. Ndoshta dua që të ndjem më ndoshta un kam nevojë për ndihmë, po. Ndoshta un kam nevojë që ti të më mbrosh mua, un kam nevojë që ti të më duash, më thua sa e bukur jam. Domethënë nuk ke pse vetëm ti mendosh të gjë, pa ne është lidhja në fund të ditës që ti bësh këtë gjë. Are you okay? Yes. Pak se do kem lek. Po që ke The Star, përderisa ke dikë në jetën tënde dhe ky The Star bëhet akoma më efektiv tani, sepse kjo tregon që do jetë diçka që do përmbushet. Qoftë kjo the next step of a relationship, qoftë ju do të kaloni në next step, qoftë kjo për shembull mund të mendosh që you want to move out edhe do të gjeni një vend ose something. Po jemi më shpirt jemi. Po ndoshta mund ndroj, po të jap shembull, I don't know you. Nuk e di se çfarë bëni. Thjesht po të jap shembull possibilities. Do di diçka që ju keni kohë e ndroni dhe që e dëshironi, por që ndodhi kjo gjë nuk ndodh kjo pas komunikim dhe komunikimi duhet të jetë shumë i pastër, shumë i sinqert dhe shumë pa ego, sepse nuk është ego e keqe, ego është mënyrë që ti të mbrohesh dhe ti duhet ta kuptosh që nuk bën të keqe, thjesht bën të mbyllur ajo egoja jote, dhe duhet të jesh më i lirë. Vajzë egoiste. Mendoj shumë mërzita tani nuk do të lexoj më asnjë gjë. Por pak ke lek. Nuk kam asnjë pyetje, të paktën kam lek. Paktën kam lek. Kam një pyetje të përgjithshme. Kush mendon ti që janë 3 shenjat më me fat për këtë vit? Ujori, Virgjëresha dhe Binjakët. Mendoj që janë shumë e Perani. Po pse pikërisht ujori, Virgjëresha dhe Binjakët? Sepse ka shumë gjëra që po ndodhin tani me planetet, që unë mendoj që po të vazhdojmë të flasim për atë, ju do të kemi 2 episode, pastaj pra unë jam ujor, nuk janë kast. Plutoja është në ujor dhe është shenjë transformative, domethënë, po kalojmë jemi në epokën e ujorit, me Pluto në ujor shumë gjëra po ndryshojnë dhe po shkojnë kundrejt politikës, tani po bëhen këto që çdo 2 muaj kena mos plas një luftë ose mos plas një absolutisht ujor. Po protesta, prandaj po çohen për shembull marginalitetet e shtypura, komunitetet e ndryshme që janë të vogla. Kjo është një periudhë, kjo është 2026 është vit transformimi. Vërtet. Dhe për gaforën është vit transformimi. Me që më pyetët. Jo, po kur them me fat, do të thënë që aksenti do jetë më i madh ke këto shenja. Gjithë shenjat e vite kam për po punë, po. Po 3 shenjat më pa fat për 2026-ën. Gaforja, sepse ka. Akrepi mund ta ketë pak vështirë. I guess Dashi deri diku. Dashi do ketë një transformim shumë të madh për sa i përket pamjes fizikut edhe mënyrës si prezantohet, por do ketë një ndryshim shumë të vështirë nga brenda, kështu që I guess po e vej Dashin aty se do jetë pak e vështirë. Edhe peshorja deri diku, I guess. Po peshorja. Shikoj, nuk është se për peshorën për shembull nuk është se do jetë një vit i rënd në aspektin i rënd, por për peshorën do jetë shumë do ecin gjërat shumë shpejt dhe do jetë shumë e vështirë me kap frymën, si më thon. Dhe kjo mund ta bëj shumë sfilica 2026. Okej, quhet. Po, ndërsa akrepi pastaj akrep ju puth, domethënë jam me ju. Akrepi është grop. Akrepi është grop. Kështu se do ndodhin shumë gjëra që do shkëputen nga e vjetra, do kap, po ja kthen në universi kështu, po i kap me zor, nuk është më që ato ndryshon apo jo, po e kap kështu. Sa vit i keq për të qenë një akrep. Vjet akrepët i mburrën. Ne akrepët i mburrim çdo vit. Nuk ka rëndësi viti kalendarik. Do të një herë po një herë. Po, yeah.
Erti shumë faleminderit. Faleminderit që Ju erdhëm. lutem, Si do duk, ç'a energjie kishte? Me që nuk na ndiqe, a do na ndjekësh në vazhdim? Nice. I guess I'll give you a try. Okay. Tani ju nofni në nivel shpirtëror, kështu që do ju suportoj. Thank you. Shumë faleminderit. Thank you dhe gëzuar dhe qoftë ky vit plot begati lumturi dashuri. Sure, I'm up for it. Shihemi bashk episodin e radhës. Mirupafshim. Mua, ju dua.